cilat po i dëgjojmë. Ishte Moore ai i fundit i cili tha se Trump i do shqiptarët e bashkuar. Por, a është mandatura e Trumpit edhe momenti kur bashkuan shqiptarët? Ne të kemi parasysh një gjë se do t'i qëndrojmë filozofisë moderne, të këtyre shteteve të mëdha, të universiteteve të mëdha, që thotë se politika është interes. Nuk është drejtësi më shumë se interes. Nuk është dashuri popullore më shumë se interes. Është politikë. Hynë këto brenda në politikë, po kanë forcën e tyre, kurse interesi është kryesori. Tani vim të pyetja jote. Cila është pyetja? Pyetja është se a do të mund të ndodhë një gjë e tillë brenda këtij mandati, duke marrë parasysh se ka shumë gjëra në botë. A do ta çojë Trumpi deri në fund çështjen e shqiptarisë? Kjo është pyetja në esencë. Fiks. Po ta bëni ju kjo. Një minutë, jenë retorik, stop. Një minutë, lutem. Kjo është pyetja në esencë. Unë them se po. Nuk është problemi se na kanë fis. Nuk është problemi se na kanë racë. Nuk është problemi se na kanë komsit barabartë. Është çështja që është interesi madh amerikan. Unë ja kam thënë, dhe koha po jo provon, që bota shqiptare në Ballkanin Perëndimor është interes shumë i madh amerikan në konfliktin e saj me Rusinë. Por politika shqiptare, pyetja është apo e shfrytëzon? Nuk e di, ndoshta e shfrytëzon underground. Në sipërfaqen s'kam parë gjë. Megjithatë duhet të jemi korrekt në analizë. Janë dy shtete shqiptare sot. Kjo ka ngritur tensionin të gjithë sllavët. Edhe do ta kuptojmë mirë këtë fakt. Pra është Kosova dhe Shqipëria. Por janë dhe dy aspekte të tjera të cilën ka folur politika amerikane. Është çamëria, që foli edhe Rama, bile foli në Greqi, por është edhe Maqedonia e Veriut. Duke u nisur nga ato që shohim se politika është sekret, sidomos kur flitet për territor. Por duke u nisur nga ajo që kemi parë, nga interesi amerikan që ju thash, dhe nga forca e Shqipërisë që ka dalë me dy shtete, të shikojmë se çfarë do bëhet në raportin midis Kosovës dhe Shqipërisë. Ne ende nuk kemi një marrëveshje juridike të nivelit lartë për ta sjellë çështjen në një bashkim juridik, jo territorial, por në alianca. Akoma nuk kemi. Megjithatë kjo nuk ka rëndësi, e rëndësishme është që sot janë dy shtete shqiptare në Ballkan. A mund të bëhen por edhe një minutë lutem. Por edhe Maqedonia e Veriut kuptohet që një shtet shqiptar do jetë. Se bullgarët duhet ta marrin pjesën e vet. Dhe unë kam ndjekur ato analizat e brendshme. Po. Dhe shumë shpejt domethënë brenda kohës son, Maqedonia e Veriut do shkoj drejt Bullgarisë. Janë bullgarë ata, nuk diskutohet. Por ashtu sikur se janë shqiptar. Një minutë lutem. Një minutë. Po, por zotrin Gjela dua të di pak më detajisht. Do të shkojnë vetëm. Do të dëgjosh tani ti. Ore, dëgjoni nëse s'kupton hesht. Jo, të kuptoj shumë mirë, edhe e di problemi me. Ka gazetar që më ndërpret. Një minutë lutem, ku ka gazetar që më ndërpret mua hika. Nuk ndërpritem mua. Ore, dëgjoj, mos ka qeshje. Ju lutem, ku ta filloj unë tani? Çaja mund, vetëm një minutë. Plak gramofonin di mua. Ku ta filloj tani, më trego? Ajo është krimore, çaj ti një minutë, të lutem. Ai kishte dëgjuar ndonjëherë ato që thash ja. Pse ja heq krimin tjetër? Ky është krim. Ç'të duhet të ky? Nuk e kupton. Një gjë që se kupton pse hyn. Ku e di ti historinë tonë? Ajo gjë shumë e vështirë për ty. Di vetë ato që bën shkollë. Këtu un po të se kam gabim, dëgjoj mua me vëmendje dhe mos e gabim shumë. Mos e ndërprit tjetër pa lere gabim se s'ka bëj un po. Mos e ndërprit tjetër. Okej. Ose e gazetar. Vazhdojmë.
fillon nga e para, bë pyetjen, ku dëgjoj unë? Pa, si flitet që, si ndërpritet tjetër, që plak gramafoni jam unë. Jo, zotrin Gjela, vetëm do doja të di sepse e di problemin e bugarëve, e di se 100.000 bugarë sot llogaritën si Maqedon brenda teritorit të Maqedonisë, dhe në qoftë se ata do të merrnin pasosha bugarë, atëherë komplet demografia e Maqedonisë ndryshon duke i bërë shqiptarët nacionalitetin me përkatësinë, në fakt, duke i bërë shqiptarët nacionalitetin me numrin më të madh. Dale zotri i nderuar, dëgjoj, nuk je analistë këtu, je gazetar. Lem të bëj analizën, të lutem. Në rregull jemi. As i ke dëgjuar këto, as i ke menduar. I merr këtu tani dhe i bën poezi. Dëgjoj mua me vëmendje. Shqipëria sot ka këto vatra. Mos më përkesh se mos kesh se ika. Jo, nuk jam Mua do të rri serioz. Ja, Lutem. Ora zotri, do dëgjosh apo ti iki? unë po ju dëgjoj zotri, unë jam Shqipëria sot post pushon, nuk kam nevojë të përgjigjesh. Shqipëria sot ka 3 aspekte kryesore në geopolitikën e saj. Sepse është botë shqiptare në Ballkanin Perëndimor. Ku është fati i politikës shqiptare? Fati i politikës shqiptare është se bota shqiptare në Ballkanin Perëndimor, Shqipëria, Maqedonia e Veriut, Kosova dhe Çamëria kanë hyrë në interes të madh amerikan. Dhe ky interes i madh amerikan që bëhet për ta dhe në funksion geopolitik ndihmon shumë çështjen shqiptare. Në bashkimin e saj. Nuk flitet që bota shqiptare do bashkohet si federat, që tani, nuk flitet që do bashkohet X territor me Y territor, po flitet që zona shqiptare që janë jashtë janë brenda jurisdiksioneve të tjera, që njëra është në Greqi dhe tjetra është në Maqedoninë e Veriut, mendohet që të fitojnë autonominë e tyre. Mbasi të fitojnë autonominë e tyre, atëherë pyetja bëhet ku do shkojnë. Dhe pse do ndodhi kjo? Sepse është nevojë e madhe e politikës perëndimore në funksion të konfliktit që kanë me Moskën. Në qoftë se konflikti midis Moskës dhe Washingtonit ndalon, e ardhmja jonë që po duket kaq e shpejt nuk mund të ndodhë. Pra do ketë një paqe të tillë midis Rusisë dhe Shteteve Bashkuara të Amerikës? Nuk besoj. Atëherë, po çështja e interesit të Ballkanit Perëndimor, në të cilin bota shqiptare është kryesore, kjo varet, shikohet se çdo bëj politika shqiptare. Nga anon politika shqiptare? Nga Franca? Apo nga Amerika? Kjo varet nga kryeministri që keni. Por unë thash se cili është interesi i Shteteve Bashkuara të Amerikës në funksion të botës shqiptare në Ballkanin Perëndimor. Në qoftë se kryeministri shqiptar do hedhi dënga, do rrëshqasë andej, do rrëshqasë këtej, sepse ka hall në Francës, nuk e ka të gjatë për të qenë kryeministri i Shqipërisë. Kaq kisha, keni pyetje tjetër? Po, patjetër. Zotrin Gjela, mund të ketë gjakderdhje për këto gjëra apo do të bëhen krejt në formë diplomatike? Çdo gjakderdhje? Nga e gjetët këtë? Mund të ketë ndonjë konflikt? Sikur ai Banjskës që e patë. Lutem, unë ju tregova, zotri, nuk ju çola as për konflikte, as për ushtri dhe as për lufta. Ju Ballkanit kaq. Po pse i këtë çapati? Jo, nuk i ka absolut. Vetëm kishim një problem teknik. Tani, jemi në rregull tani? Mbaro dhe vazhdo pyetjen. Okej, dhe pikërisht për këtë, zotrin Gjela, duke pasur parasysh se interesat ruse do të ndeshën me ato interesat amerikane, pikërisht duke u nisur nga kjo gjë pyeta në qoftë se do të kemi edhe ndonjë konflikt të vogël apo mbase edhe më të agravuar në Ballkan deri në arritjen e këtij qëllimi. Nuk mund të flitet dot me hamendje. Unë ju thash se si është situata. Bota shqiptare në Ballkanin Perëndimor është shumë e fortë. Këtë do ta dini. Pse? Sepse po armatoset edhe Kosovë. Në një mënyrë të shpejtë. Ju e keni parë. Pa. Çështja është e thjeshtë.
Ka mbetur të ato të 2 pika që ju thash, të Makedonia e Veriut dhe të pjesa e Çamërisë që është në Greqi, që janë pothuajse si çështja e Kosovës. Por a do zgjidhen? Po, do të zgjidhen. Pse? Atëherë më detyrohet të përsëris sepse u ndërprej emisioni, ajo drejti linja, sepse është në interes politikës amerikane. Kjo është thëmbra e Akilit, të tjerat vinë pas kësaj. Tjetër kishit? E qartë. Po, zotrin Gjela, kishat, ju përshëndes shumë dhe t'ju falenderoj, edhe do të kemi rastin të diskutojmë në të ardhmen madje edhe për pjesën e demografisë së Maqedonisë, sepse është një temë që mua personalisht edhe kosovarëve tjerë zgjon shumë interes. Faleminderit që ishëm me ne. Gatim kene. Edhe pafshim. Faleminderit që ishëm me ne. Sot prajeshëm me zotrin Gjelan për disa minuta, folëm për një deklarat nga Jonathan Moore, i cili tha se Trump i do Shqiptarët e Bashkuar, e ndërsa zotrin Gjela tha se ka mundësi që një gjë e tillë të ndodhë edhe brenda këtij mandati. Është koha të shkëputemi me një shpicë dhe do të kthehemi me diçka krejt tjetër.